Nga sot ka filluar plani Road Pool 2026, kontrolli i përdorimit të rripit të sigurisë. Komandanti i trafikut rajonal, kapiten Albin Saçia në DRP Gjakov, tregoi më shumë detaje rreth këtij plani. Njësia trafikut rajonal në DRP Gjakov prej sot ka filluar në implementimin e planit operativ Road Pool, pra është një plan që implementohet për rrypin e sigurisë. Do më thonë, policia, njësia trafikut rajonal do të realizoj kontrollet të shtuara për në lidhje me përdorimin e rrypit të sigurisë, gjithnjë me qëllim që ta kemi një siguri sa më të madhe, do më thonë, të punojmë në vetëdijsimin e drejtuesve të mjeteve motorike të cilët nuk e vendosin rrypin e sigurisë. Kapiteni Saçia tregoi se rripi i sigurisë është ndër veprimet më të thjeshta të ngasjes, por që ndikon drejt për drejt në shpëtimin e jetës. Vendosja e rrypit të sigurisë është një nga veprimet më të thjeshta të një pasagjeri apo të një shoferi, për shkak se vendosja e rrypit të sigurisë ndikon në shpëtimin e jetës së tyre, andaj edhe ne si polici gjithmonë vazhdimisht do të punojmë që ata drejtues mjeteve motorike apo pasagerët të cilët nuk e vendosin rrypin e sigurisë, ti vetëdijsojmë që ata, do më thonë, të kujdesen për jetën e tyre dhe mos të kemi ndonjë viktimë nëse ka aksidente trafiku. Saçia foli edhe në bazë të statistikave në të gjitha vendet e BE-s, ku nga 25 deri në 50% e personave që vdesin në trafik është si pasojë e mosvendosjes së rripit të sigurisë. Në bazë të statistikave të Bashkimit Evropian, 25 deri në 50% të personave që vdesin në trafikun rrugor gjatë aksidenteve rrugore, domethënë shoferët e pasagerë, janë për shkak të mosvendosjes së rrypit të sigurisë. Rrypi i sigurisë zvogëlon rrezikun, domethënë në rast të aksidentit të ndonjë lëndimi serioz apo të vdekjes rreth 60% sipas gjitha statistikave që janë në Bashkimin Evropian. Ndërsa gjoba për këtë kundërvajtje është 150 euro. Ne si polici shpresojmë vetëdije sa më të madhe të drejtuesve të mjeteve apo pasagerëve, mirë po për ata persona të cilët nuk e vendosin rrypin e sigurisë, domethënë shofer apo pasager, atëherë do të mirën edhe masat ndëshkuese. Gjoba për mosvendosjen e rrypit të sigurisë është 150 euro. Policia apelon tek qytetarët që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të vendosin rrypin e sigurisë.